Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se vini në transmetimin e drejtë për drejtë takimit ndërmjet Trepçës dhe Ravecit 029. Do të respektojmë edhe intonimin e vërtet të himnit ton kombëtar. Dhe kthehemi përsëri. Takimi i vlefshëm për xhiron e 6 të Pro Credit Superligës në basketball edicioni 2025-26. Takim ky i cili sjell dy ekipet Trepçën dhe Ravecin. Trepça me 2 fitore dhe 2 humbje. Një fillim jo edhe aq i mirë për Mitrovicasit në këtë edicion. Raveci gjithashtu të ka 2 fitore dhe 3 humbje. Dhe kjo ndeshja do t'i përballë dy ekipet të cilat kishin disa fitore të mira, por edhe humbjet ishin me rezultat të ngushtë, sidomos tek ekipi Raveci. Çojmë edhe ekipin e Trepçës në formacionin e plot. Enes Gashi, Denis Aliti, Jakob Pejn, Adnan Arslanagic, Batin Tuta, Burim Zekici, Mikael Ekmushic, Drilon Hajvizi, Sean Jones, Chad Brown, Mustafa Amzil dhe Dardan Kapiti. Faleminderit regjis për këto informacione në formë grafike. Ernest Ross, Entrel Pullian, Elliot Peci, Alvin Berisha, Philberg Weeks, Fisnik Rugova, Ajzeb Umiping, Hadis Dërguti, Visare Jupi, Kujtim Ujkoni, Gjemerio Jones dhe Bard Regja kompleton rosterin apo formacionin e plot të ekipit të Raveci 029 dhe Alice Beqiregic në krye të ekipit të Trepçës tashmë sa vite. Ka bërë mrekulli, duhet thënë. Në anën tjetër, për herë të dytë në karrierën e tij, Bujar Ljoci në krye të ekipit të Ravecit, ndonse në këtë edicion pa dyshim që ka një formacion më të mirë se sa disa vite më parë, kur ishte trajneri i ekipit të vreshtarëve. Pamjet vinë natyrisht nga salla e minatorit. Jemi në fazën e hershme të këtij edicioni. Duhet pranuar, mungojnë shikuesit. Jemi mësuar ndryshe në Mitrovic, ndonse në kalimin e kohës më së sigurt që do të ndryshojë kjo. Elbin Uglari do të jetë gjyqtari kryesor, Dren Pudarolli dhe Almir Kryeziu, ndihmësit e tij. Ekipi Trepçës ka humbur nga Peja në shtëpi. Go plus Peja ka mboshtur vllaznimin, ka humbur nga Bashkimi dhe në fund vjen në këndeshje pas fitores ndaj Golden Eagle. Gjakori Pejn, Mikael Ekmushic, Drilon Hajvizi, Chad Brown dhe Mustafa Amzil është pasja nga Adis Beqiragic. Në anën tjetër për Bujar Ljocin startojnë Kentrell Pullian, Philberg Weeks, Fisnik Rugova, Ajzea Umiping dhe Bard Regja. Në anën tjetër Raveci ka 2 fitore, ato ndërmjet Borës, kundër Borës dhe kundër vllaznimit, ndeshja e cila është zhvilluar javën e kaluar jashtëzakonisht dramatike, kur në momentin e fundit Elliot Peci, duke rikthyer topin në lojë, kishte prekur njërin prej lojtarëve të vllazninit në shpinë dhe shënon pikën e fundit vendimtare me një fitore shumë të ngushtë, por shumë të rëndësishme. Në kohë që ekipi i Trepçës vjen në këtë takim pas fitores ndaj Golden Eagle Yllit me rezultat po ashtu të ngushtë, 67-65.
Që shka gati këtu në sallën e minatorit të ndërruar shkues për të filluar këtë ndeshjen e Gjiros 6. Kujtojmë edhe një herë Trepça me një ndeshje më pak të zhvilluar, ajo ndërmjet Borës dhe Trepçës, e cila do të zhvillohet në një orar tjetër, ndërkohë që ekipi Ravlicit ka zhvilluar të gjitha 5 ndeshjet deri më tani. Do tjetë Eldin Uglari, i cili do ta hedh këtë top që do të kontestohet nga Felbeck Weeks dhe Chad Brown. Dhe është Brown që fiton posedimin e parë të topit. Ajrizi në diagonale pasimi i cili nuk kompletohet. Është Isaiah Umiping që fillon aksionin e parë për Ravlicit. Weeks si topin që kollimi i mirë është Fisnik Rugova. Pullion diagonale, ka shkelur vijë, nuk është treshe, vetëm dyshe dhe pikët e para vijnë nga Felbeck Weeks. 2-0 Ravlicit do të heq. Payne, Gjakori Payne nga këndi Tmoshic shënon pikë dhe para 3-2. Kendall Pullion, bloku nga Weeks, nuk krijohet hapësira, pasimi shkon për Weeks, i dyfishuar Weeks, por mbi duart e Mustafa Amzil arrin të bën pikë. 4-3. Jacobi Payne, vjen bloku nga Brown, Payne vazhdon driblingun, mbyllet rruga nga Weeks, Amzil, 1-1 kundër Fisnik Rugovën, Payne për 3, Gjuan shënon. 6-4. Pa gabime në këto 1 minutë gjysmë lojë nga të dy ekipet. Umiping për Weeks, përsëri Umiping, nuk shënon. Brown më i lartë, shtyt topin për Payne. Tranzicioni i cili kërkon durim. Amzil nuk shënon, ka për dobi përsëri nga Drilon Ajrizi, mundësia re për Trepçën, nuk ka pika as kësaj radhe dhe është Fisnik Rugova, i cili bën mbrojtje të mirë duke mbyllur korridorin për Mustafa Amzil. Ky i fundit bën faul, personale ati e parë. Kendall Pullion. Tmoshic në tentim për të ndalur depërtimin e tij. Pullion për daljen e Isaiah Umiping. I bën pranimin e topit, loj 2-2 me Fisnik Rugovën. Umiping ndjen situatën për të vazhduar driblingun, Gjuan dhe shënon. Nga një pozitë jo e lehtë. Isaiah Umiping barazon rezultatin 6-6. Payne. E njëjta ndodh në anën tjetër, Payne për Amzil, pasimi është në atë pjesë të lyer dhe Chad Brown me këtë ngulitje rikthen në përsin 2 pikësh për Mitrovicasit. Isaiah Umiping, Fisnik Rugova, shkon deri në fund dhe bukur me balans. Barazon 8-8. Jacobi Payne për Amzil me një flote, nuk shënon as kësaj radhe. Weeks tregohet më i fuqishëm në duel në ajër kundër Amzil dhe merr topin dhe tashme Pullion për Bardhregjën. Isaiah Umiping nuk shënon. Fisnik Rugova nuk arrin të bën mjaftueshëm. Amzil për Mikael Tmoshic i vetmuar në sulm. Për zbritjen e bashkëtarëve. I topi nga dora. Dhe është topi i parë i humbur nga Trepça. Pullion
Kentrell Pullian. Të të shpërdon blokun e Fisnik Rugovës, nuk funksionon. Rugova për Umiping. Topi i cili për paksa nuk ngridhet nga Amzil. Rugova nuk shënon. Donë se çanat në mbrojtjen e mirë nga Trepça, por nuk ka pik. Ajrizi për Tmushic, mbrapa shpine, Brown. Bezdiset, arrin të bën balancin, Amzil nga këndi për 3. Jo, vetëm ekurin. Rada për Rauvicin, 0-29, Isaiah Umiping. Pullian për 3 nga një gjujtje e cila nuk hyn. E përsëri zehtarët, Payne. Për në vizien bashkëtare, Anzil i vjen në blok. Bloku është i mirë, krijohet hapësira për një gjysmë distancë, gjuajtje për Payne, i cili nuk lëshon mundësinë për të barazuar. 8-8, në fakt 10-8, kërkoj ndjes, Trepça 2 pika përsi. Isaiah Umiping, Fisnik Rugova, din të gjuajnë për 3, kësaj radhë vendos pasimin për Weeks, i cili luan atë pjesë të lyrë të raket vështirë gjuajtja. Në momentin që lëshoj dorën, është e qartë që nuk do të hynë. Payne kundër Umiping. Payne, çan mbrojtjen, hyn dëpërton dhe shënon. Payne për 12-8 e ka ndrym. Dërgohet nga loja Mustafa Amzil dhe në vend të tij është inkuadruar Adnan Aslanagic. Pullian. Weeks në blok. Pullian. Super ndihma aty nga Chad Brown për mos të lejuar depërtim të lehtë lojtarëve të Ravecit. Weeks gjuan, nuk shënon. Mundësia re për të ngritur e përsinë, e cila për momentin është 4. Payne. Brown, përsëri Payne. Payne, tenton të çon mbrojtjen siç e bëri në aksionin e fundit, kësaj radhe asistimi apo pasimi për Ajrizin, përsëri Payne. Tmushic për 3, është i sakt. Mikaeli Tmushic për 15-8. Kjo është e përcia më e lartë e Trepçës në këtë takim. 7-0 në këtë fazë të lojës. Umiping për 3 për të kundur përgjigjur. Jo, Brown për Payne. Tmushic është në anën tjetër. Vjen pasimi për të. Kthen topin për Aslanagic. Nuk ka pasim për Drilon Ajrizin. Tashmë Brown do të luajë me shpinë. Kundër Weeks. Brown sa i shpejt. Pasimi i tij. Në fakt topi ik nga dora. Arrin të bjen në duart e Fisnik Rugovës, ndaj të cilit shkartohet faull nga Drilon Ajrizi, personale ati e parë. Weeks largohet nga loja dhe Julian Roche i inkuadrohet në vend të tij, ndërkohë që edhe në ekipin e Trepçës është inkuadruar për herë të parë në këtë takim Dardan Kapiti. Roche për Umiping, faull në sulm. Julian Roche nuk vendos blokun siç duhet, në fakt ka shtyrje me dorë. Kështu të spjegon gjyqtari kryesor Eldin Uglari. Apo Dren Pudarolli, kërkojnë ndjes. Plus 7, 3 minuta 28 sekonda deri në fund të çerrekut të parë. Mundësia për Trepçën të krijojë edhe më tej hapësirë. Tmushic kundër Bardhalegjës, nuk shënon. Donë se gjithçka bëri mirë pas shënimit. Kontakt kishte aty, por jo mjaftueshëm për faull. Roche bjen topin në dorë. Pa prit dhe pa kujtuar, arrin të shfrytëzon maksimalisht atë kuti momentale në mbrojtjen e Trepçës. Drilon Ajrizi gjuan për 3. Ajrizi nuk i shkon për dorë kësaj radhe. E topi takon Ravecit 0-29. Shtat pik nga Payne, që e bën ata koshashënuesi më të mirë në këtë takim për momentin. Umiping, Gjuan as kësaj radhe nuk shënon. Dhe topi i takon Trepçës. Isaiah Umiping me 2 pik, 0-3 është perimetrit për playmakerin e Ravecit 0-29.
Payne për Drilon Hajrizi. Kapiti nuk është vendosur mirë. Lufton atë në atë pjesë të lirë kundër Julian Roche. Payne në depërtim. Bloku nga Roche. Ishte me timing perfekt. Pullian për 3. Pullian, shënon në gjuhëtjen e dytë. 1-2 është perimetrit për Kentrell Pullian. Hajrizi. Kësajrallë është më i saktë. Kundër përgjigjit në mas të njëjtë. Pas asaj treshës dhe mbon përsëri në plus pass. 2 minuta saksisht dhe në fund të çerekut të parë. Isaiah Umipin kundër Payne. Pullian. Rëgoron në blok. Pullian, betet i pambulluar. Gjua nuk shënon Roshetën tonë të bëj kapin e topit, por nuk arrin. Çfarë ngritje nga Pullian. Por duelin ndërmjet Pullian dhe Hajrizit e sjell në sulm lojtarin e Mitrovicës, i cili ndaret me faull. Kemi 2 të lira për Arslanagic. Ja shohim edhe një i cili ndaret me faull nga Julian Roche. Deko që Elliot Peci inkuadrohet në lojë për herë të parë në vend të Pullian. Peci heroi i ndeshjes së kaluar ndaj vllazënimit, që siguroi fitoren e dytë ekipit të tij. Ne po shohim në fokus Bard Regjën për një moment. Nuk ka pik nga Arslanagic, por kthehetove përsëri për ekipin e Trepçës. Payne për Drilon Hajrizin. Hajrizi kundër Pecit. Hajrizi ka faull nga Peci. Edhe të kemi 2 të lira. Shënon të parën. Një minutë e 34 sekonda. 21-13 dhe presingu nga Trepça në aksionit të Raovicit. Kjo bën një fakt që konsumon kohën dhe sekondat që janë në dispozicion. Julian Roche me një gabim në pasim. Arslanagic përsëri Adnan Arslanagic për kapitin, të cilit i rëmbeje topi apo i ik nga dora në fakt. Shohim edhe një herë. Ja dëbon vetvetes. Isaiah Umipin. Umipin ik topi nga dora. Umipin arrin të mbon posedimin e topit. Jo, Arslanagic është ai i cili është më i vëmendshëm në atë rrëmuj dhe huti momentale. Dhe është personale apo nga Elliot Peci. Arslanagic kundër Peci. Kapiti me blok. Arslanagic lirohet pjesërisht. Po ta shkopun me Julian Roche. Drilon Hajrizi. Vështira i top të mbahet në lojë. Në fakt e bën atë Kapiti, por vetëm ja dorëzon tek Jones, i cili e humb topin. Duhet pranua Hajrizi me blok të mirë atë, që e detyroi këtë gabim nga Jones. Ky fundit vonohet me pasim dhe si rjedhoj.
Kemi topin e tretë të humbur nga Raovici në këtë çerek të parë. 25 sekonda deri në fund të këtij 10 minutit të parë. Mbrojtja e mjekës e rodhën nga Umi Ping. Umi Ping dale Juan nuk shënon, por Julian Roche thotë se nuk e ka prekur ky i fundit, por është lojtari Mustafa Hamzil dhe Bujar Loci kërkon challenge apo vendim për ta shikuar këtë aksion edhe një herë. Dhe gjyqtarët vinë tek vari për tu konsultuar. Rikthehemi, challenge është i suksesshëm dhe topi i takon ekipit të Raovecit. Roche për Pecin. Peci për 3. I saktë është Elion Peci. Pikët e tij të para. 21 me 16. Një sekundë, Dylan Arizi Juan dhe nuk shënon. Kalojnë 10 minuta lojë të ndëruar, shikoj se përsia prej 5 pikësh për Trepçën. Një përsi plotësisht e merituar. 2 minuta pushim edhe të lëmë pamjet më të mira të këtij çereku të parë, ndërkohë që ne rikthehemi pas pak. Ajden qa, kam vendosur me andru tekstin këngës. Kusht ka zonë ty m'bank me shku, ka gambu, hape llogarin ti këtu, ngam ti bu. Hape llogarin në bankën për kredit 100% online me nënshkrim digital dhe zgjat pakën që të përshtatet ty. O hiç s'ki nevojë për këtë punë bank me shku, ngam ti bu. Banka Procredit. Ngoti yllin. Siguroje jetën në Illyria Life. Rikthehemi shikues të nderuar për çerekun e dytë. Takimi ndërmjet Trepçës dhe Raovecit 0-29. Posedimi i topit i radhës shkon për vreshtarët. Roche nga gjysmë distanca është në fakt i pajisur me gjujtje shumë të mirë. Julian Roche nga gjysmë distanca shënon në tentimin e tij të parë për pikën e 18 të musafirëve. Astanagic. Astanagic për Brown. Brown me shpinë, me forcë, nuk shënon në tentimin e parë. Hamzil, asaj nuk shënon, shtyje topi prapë përsëri. Dylan Arizi më i vëmendshëm. Shohem Brown kundër Roche. Brown.
Super lojë aty, mbrojtja nga Raul Veci, më saksisht nga Roche dhe shpërblen kësaj radhe. Topin në duart e Elion Peci. Peci. Pullian. Peci. Për Roche. Do të shkojë vetë deri në fund, ka fall ndaj tij. Do të jetë falli i dytë nga Mustafa Amzil. Dreljan Hajrizi largohet nga loja dhe Batin Tuna inkuadrohet në vend të tij. Julian Roche për herë të parë në vijën e të lirave. Nuk shënon në gjujtën e parë. Roche ka 4 pikë. Në fakt është hera dytë në vijën e gjujtëve të lira. Shënon në gjujtën e dytë, bën pikën e tij të pestë dhe afron rezultatin në tashmë 21-19. Tuna për një alley-oop drejt në duart e Chad Brown, i cili nuk lëshon këtë mundësi për ta bërë këtë shënim spektakolar. Pullian, majtë djathtë, pasim i gabuar, Mikael Tmušić shikon opsionet që i ka dhe zgjedh të gabuarën. Amzil nuk ishte duke shikuar fare aksionin. Në anën tjetër, për 3, ju nuk shkon. Amzil bën punë të mirë, duke shtyrë topin për Alsanagic. Tashmë Mustafa Amzil me shpinë. Ik topin, në fakt ja rëmbën atë Eliot Peci, do të shkoj vetë deri në fund, nuk shënon. Rugova është aty për ta përmirësuar. Dhe ja ku jemi, 23-21. Fillim pak sa më i mirë i Raul Vecit në këtë çerek të dytë. Alsanagic. Topi për ekipin Musafir. Nuk ka faull, ndonë se ishte me kontakta i depërtimi në Alsanagic. A ky është aksioni më i bukur i kësaj ndeshje, ato është ulitja nga Chad Brown. Kentrell Pullian. Pullian kundër Payne, nxjerr topin jashtë, Umi Ping. Ka punë të rëndë, përballë ka Mikael Tmušić, një ndër mbrojtësit më të mirë në ligë. Pullian për Roche, nuk shënon, por lufton për atë top dhe bjen topi në duart të Fisnik Kërkovës, i cili gjuan nga një pozitë e vështirë, nuk shënon. Mikael Tmušić përsëri, më i shkatë, më i shpejtë, shkoi vetë deri në fund dhe shënon. Mikael Tmušić, pika tij e 8 që e bën atë koshashënuesin më të mirë në këtë takim. Pullian për Isaiah Umiping, përsëri Pullian, Umiping për 3, shënon. Isaiah Umiping për pikën e tij të pestë. E treshja e parë. 25-24. Amzil, Mustafa Amzil kundër Fisnik Kërkovës. Amzil me rolling, e balancin. Ende është në luftë ai top dhe i gjallë, gjyqtarë du të ndalin, një lojtar është i shtrirë, rrezikohet lëndim. Shohim se çka kanë vendosur gjyqtarët. Pasër kësaj, topi mbetet në përndësi të Trepqes. Dreljan Hajrizi nuk ka hapësirë për të gjuajtur. Me kohë mbrin Fisnik Kërkova. Tashmë Payne kundër Umi Ping. 2 playmakerët. Kokë për kokë. Payne gjuan. Payne shënon në sekundën e fundit. Për 28-24. Dhe ka një personale ndaj Batin Tunas, i cili ngarkohet me fallin e tij të parë, si duket gjatë procesit të gjuajtjes për 3 pikë, apo
mas shënimit. Umiping, përsëri dueli njëjtë, vetëm në anën tjetër të fushës. Umiping dhe Payne. Umiping ka bërë hapat. Ka lëvizur të dy këmbët. Vjen në presion të mbrojtjes së mirë të lojtarëve të Trepçës. Time out kërkuar nga banka e Ravecit në krye me Bujar Loci. 1 minutë pushim ku rezultati është 28-24 dhe ka mbetur edhe 6 minuta 27 sekonda deri në fund të çerrekut të dytë. Njëzdetet, 24. E përsia për ekipin e Trepçës. Fillojmë nga e para. Payne. Ajrizi. Tmushic, divizja shpejt e lojtarëve të Trepçës, edhe kapiti del jashtë të perimetrit. Payne gjuan gjysmë distancë, ishte i saktë deri më tani. Nuk shënon kësaj radhe. Fisnik Rugova me kërcimin e tij të katërt, që e bën atë kërcyes apo rebounder më të mirë. Nana tjetër spektakular në debërtim Kentrell Pullin. Kërkohet momenti kundër sulmit nga Trepça. Humbet kjo mundësi dhe Payne stabilizon radhët, kërkon vendosjen e bashkëlojtarëve. Kapiti vjen në blok, ka faul në sulm, Kapiti vonohet për të vendosur bllokun siç duhet. Apo faj mund t'ja lejmë edhe Payne që nuk u tregua pak më i durueshëm të pret bllokun e Kapitit. Fajësia ndahet për gjys. Kjo është lojë ekipore. Umiping për Pullian. Pullian. Roche. Umiping. Peci ka shënuar një treshe. Jo, nuk shënon kësaj radhe dhe të shohim. Ka faul nga Dardan Kapiti. Ka shtyrje në atë pjesë të lyer ndaj qendrës së Ravecit. Julian Roche. Eliot Peci largohet nga loja, Bardh Regja inkuadrohet në vend të tij. Topi shkon anash. Rugova kundër Drilon Hajrizit. E njohin njëri tjetër shumë mirë. Hajrizi me mbrojtje të mirë. Fall në sulm. Nga Fisnik Rugova. Ta shohim edhe një se ku ishte. Po, ka goditur në fytyrë Drilon Hajrizin. Fisnik Rugova. Falemderoj regjin që na përsëriti në atë moment, pasi që në momentin kur ndodhi ajo gjithçka shkoi shpejt. Sy hapur në këtë rast gjyqtarët. Payne. Payne për Hajrizin. Tuna. Payne. Payne. Ka kohë ende. Drilon Hajrizi bllokuan atë vjen fundore. Gjet topin jashtë për Payne. Ka faul nga Pullian. Pullian me personalin e tij të parë. Tmushic për Kapitin.
Payne. Mikhail Tmushi, çan mbrojtjen dhe ka faul. Shohim, ai ishte Umiping. Po, është Isaiah Umiping që bën personalin e tij të dytë. Kapiti për Payne. Hairizi, Kapiti është në qendër, por jo. Nuk arrin të kompletohet pasimi. Payne kundër Pullian. Payne gjuan për 3, nuk shënon, ka për tope, apo shtyhet nga Kapiti përsëri. Mitrovica me pasim të ri të topit dhe posedimin e cilin e shfrytëzoi në maksimum. Dardan Kapiti bën pik. Dhe do të ketë edhe një të lirë. Edhe njëherë Hairizi me një pasim super të mirë për Dardan Kapitin, i cili nuk lëshon mundësi për të shënuar pikët e tij të para. 30-26. Dhe ketë edhe një gjujtje të lirë. Rochelle largohet nga loja. Nuk shënon nga gjujtja e lirë. Rogova, Hairizi, Payne, diagonale. Për Tuna, Hairizi, bjeton presionit të Pullian, Kapiti, çfarë kaosi, nuk ka pik dhe topi takon ekipit të Ravecit. Duhet pranuar me vetë mohimin nga të dy ekipet nuk mungon as pak. Dhe gjysmë distanca nuk shënon Wicks, nuk pati nevojë të bëjë atë, pati kohë ende. Hairizi rregullon, shinon, nuk ka hyn dhe del ai top. Në anën tjetër, as Tuna nuk arrin të bën pik. Wicks është më i fuqishëm. Umiping për Bardharegjën, i cili mbetet i pambuluar dhe shfrytëzon hutin momentale në mbrojtjen e Trepçës për të shënuar pikët e tij të para. Tuna për drillon Hairizin, Payne, Hairizi me shumë provoj duke mos testuar fatin, por treguar durim. Payne, Dardan Kapiti, dihet që mund të fitojë duel kundër Fisnik Rugovës. E fiton dueli, por nuk arrin të bëjë finishin. Nxjerrë topi jashtë për Payne dhe përsëri drillon Hairizi. 3 kërcime më shumë në nga Trepça se sa nga Raveci. Payne shkon deri në fund, sa i pa fat. E Kapiti është i fundi që ka prekur këtë top. Si rjedhoj do të kemi posedimin e ri të topit për Raveci 0-29. Vjen edhe duar trokitja nga tifozët në salën e minatorit. Dhe kjo është falenderimin, kuptimin e vetë muhimit që kanë bërë dhe janë duke bërë lojtarët vendas. Time out të duar nga Adis Beqiragic. Do të kemi 1 minutë pushim para se të kthehemi për këto 3 minuta 4 sekunda. Sa ka mbetur kohë në çerekun e dytë. Bardharegja kalon gjysmën e fushës. Kjo është obligimi i parë i ekipit që ka posedim të topit. Wicks me blok, Pullian do të shkojë deri në fund, nuk shënon. Drillon Hairizi, nxjerr topin, Payne nga këndi për 3. Gjekori Payne për 33 me 29.
Umiping. Isaiah Umiping për Weeks. Gjuan, nuk shënon. Topi kapët nga Burim Zekici, i cili sapo inkuadruar në lojë. Dreljon Hajrizi për Dardan Kapiti, nxjerr topin jashtë, Mushic për Zekicin. Përsëri Zekici për Dreljon Hajrizin. Lojë me këmbë nga Dreljon Hajrizi, nuk ka faul ndaj tij. Weeks largohet nga loja. Julian Roche inkuadrohet. Kentrell Pullian për Julian Roche. Isaiah Umiping. Umiping. Hynë dhe del ajta, por ka faul taj qendrës së Ravecit. Julian Roche, cili përsëri do të vjen në gjyqeve të lira, si duket Dreljon Hajrizi është ngarkuar me faul, po lojtar me numër 12, kjo është personali ati e dytë. Dreloni ka 5 pikë, 3 kërcime dhe 2 asistime. Dhe për momentin largohet nga loja, nxjerr nga loja Adisi për ta kursyer. Ka ende lojë për të luajtur dhe në vend të tij e inkuadron Mustafa Amzil. Pastra nga vija të lirave për Roche. Shënon të parën. Shënon të dytë në këtë vizit. Dhe rezultati 33-31, një lojë fejsisht e barabartë. Kësaj radhe Raveci bën pressing ndaj ekipit të Vendas, që arrin të konsumoj disa sekunda të aksionit të tashmë vetëm 12. Payne, pasimi gabuar. Dhe një tjetër gabim nga lojtarët e Trepçës. Dhe shohim deri më tani me 19 topa të humbur. Trepça, Raveci 7. Isaiah Umiping. Umiping për Pullian me rrotullim, gjuan dhe shënon barazon rezultatin. Kentrell Pullian për 33 me 33, Pullian me pikën e tij të 7. Edhe vetëm 1 minutë lojë në çelekun e dytë. Super deportim nga Payne. Dhe shënon Payne. 15 pikë nga 35, sa ka shënuar i tërë ekipi i Mitrovicës. Pullian nxjerr topin jashtë, Bardhreqe ka shënuar një treshe, heziton të gjuan diagonale, shkon për Umiping, i cili nuk heziton për 3, por nuk shënon. Mushic, me rolling, lirohet bukur. Payne për Dardan Kapitin, mbrojtja mirë nga Bardhreqe, nuk e lën kompletimin e pasimit për Amzil dhe përsëri rradha për Ravecin. Ka edhe 16 sekonda për këtë aksion. Isaiah Umiping. Umiping konsumon dhe 10 sekunda. Roche vjen në blok. Isaiah Umiping kundër Dardan Kapitit. Isaiah Umiping për ta sjellur në përsi për herë të parë në këtë takim e ekipin e Ravecit. Vetëm 2 sekonda kanë mbetur, gjuajtja për 3, Zekici nuk shkon. Dhe këtu përfundon Qereko apo pjesa e parë të nderuar shikues me një përsim minimale, por shumë të rëndësishme për këtë pjesë të parë. 35-36 rezultati pas 20 minutave lojë. Dëgjohemi pas pak.